ju shifni situatën me kampin e Gjadrit. Marrëveshja me Italinë me Melonin është një marrëveshje e cila shkon vetëm për shtatet i Ramës, pikërisht për të mos t'i hapur kutinë e Pandorës në atë kohë para një viti, sepse tani është hapur në fund nga Bashkimi Evropian për të gjitha skandalet e tij të brendshme. Pra, për të mbyllur gojën liderëve europian për sa i përket situatës së tij të brendshme me luftën me korrupsionin galopant dhe krimin e organizuar dhe narkotrafikun. Dhe arriti që ta bëjë një gjë të tillë për një vit e gjysmë. Dhe aty ndryshoi Meloni. Me Orbanin e shoh pak më të ndryshme, sepse marrëdhënia e tij me Orbanin kryesisht ka pasur ngritjet e saj në momentin kur në Shqipëri do hynte OTP Bank dhe do të hynte edhe One, të cilat janë të dyja degëzime të kompanive të mëdha hungareze, pra ka qenë direkt interesi i Hungarisë që e ka bërë. Ka pasur një marrëveshje që do trajnojnë administratën shqiptare për përgatitjen për hyrjen në Bashkimin Evropian nga administrata hungareze. Po, ajo nuk ka funksionuar. Deri tani nuk ka pasur një funksionim. Unë do të jem javës tjetër në Budapest pikërisht për një konferencë të madhe të Institutit Ndërkombëtar, marrëdhënie ndërkombëtare në Budapest, dhe atje pikërisht do flitet për dy elementet në të cilat Edi Rama nuk mund të flasë kur, që është migracioni dhe familja. Janë dy pikat e tij të cilat, pavarësisht se ai çfarë bën, janë dy pika që shkojnë kundër idesë së tij të ruajtjes së shtetit shqiptar dhe të traditës së trashëgimisë shqiptare. Zonja Argji, unë nuk mund të lë pa prekur në pjesën e fundit të emisionit, natyrisht një dimension tjetër të profilit tuaj, që është një herazi profili i kontributit gjeopolitik përmes Albanian Policy Center, por natyrisht është një think tank me peshë në trajtimin e analizave për rajonin, për sigurinë, por edhe sfidat globale me të cilat po ndeshet bota sot. Ne kemi kohët e fundit një ngjarje jo dhe aq papritur, në fakt paralajmëruar për shkak të pozicionimit të aeroplanmbajtësve dhe luftanijeve përkundër Iranit dhe natyrisht vrasjen e gjithë themi zinxhirit komandues në Iran brenda një kohe shumë të shkurtër. Si po e ndikon kjo botën? Pse ndodhi kjo dhe ku jemi duke shkuar? Dgjoni, unë mendoj që kjo është një vazhdim e asaj çfarë nisi me politikën e jashtme të Donald Trump, që në mandatin e parë, por ai nuk mundi që ta vejë në zbatim për arsye të Covidit famshëm. Pra të mur të fortë që pati nga liberalit globalistë në atë kohë, me shpikjen e Covidit, dhe zgjedhjeve 2020 të Shtetit Bashkuar të Amerikës që janë akoma debatueshme më shumë sot, për arsye nëse ato janë të manipuluara. Të shpikjen e Covidit, por nuk ka ndodhur realisht një Jo, unë mendoj që pandemia ka ndodhur sepse është induktuar, ka dashur një elit globale që të ndodhi pandemia. Kjo ka qenë pikërisht për të bërë ballë asaj furie konservatore me krye Donald Trump edhe të tjerë gjithashtu, po e cila nuk ka filluar me Donald Trump, nuk ka filluar me Amerikën, ajo ka filluar me atë që fillojnë revolucionet e mëdha për ndryshimet e mëdha globale. Ka filluar me Britaninë e Madhe, me Brexit. Aty fillon nga Anglia gjithmonë, nuk është si parë, që kalon pastaj në Amerikë.